Deklarata e Edit për Elionën në Big Brother Kosova ishte një nga ato momente të ralla ku fjala përdoret për të mbrojtur, jo për të sulmuar. Në një ambient ku shpesh dominon zhurma, gjykimi dhe paragjykimi, Edi zgjodhi të flasë ndryshe, me qetësi, me argument dhe me ndjeshmëri. Ai u shpreh qartë se Eliona është vajzë me norma, me edukat dhe me parime, duke theksuar se ajo mbart një histori të dhimbshme jete, por pavarësisht kësaj, nuk e ka përdorur kurrë dhimbjen si armë kundër të tjerëve. Përkundrazi, ajo ka zgjedhur të qëndrojë dinjitoze, të mos sulmojë askënd dhe të përballet me çdo situatë me fjalë, jo me ofendime. Edi theksoi se gjatë gjithë qëndrimit të saj në shtëpi, Eliona nuk ka sulmuar asnjë banor, nuk ka përdorur fyrje të ulta dhe nuk ka ndërtuar lojën mbi përçmimin e të tjerëve. Në një reality show ku provokimi shpesh shihet si strategji, kjo sjellje bie në sy dhe meriton respekt. Ajo që e dallon Elionën, sipas Edit, është aftësia për të argumentuar si njeri. Jo me britma, jo me arrogancë, por me logjik dhe qartësi. Edhe kur nuk pajtohet, ajo di ta shprehë mendimin pa e ulur tjetrin. Dhe kjo, në një shoqëri ku debati shpesh ngatërohet me ofendimin, është një vlerë e madhe. Deklarata e Edit preku edhe një realitet më të gjerë shoqëror. Ai u shpreh se ndoshta shqiptarët janë shumë të dhimbshëm. Jo sepse nuk din të ndjejnë, por sepse shpesh janë të shpejtë në gjykim dhe të ngadaltë në mirëkuptim. Një vajzë që ka kaluar shumë, që mban plagë të heshtura dhe megjithatë zgjedh të sillet me dinjitet, shpesh gjykohet më ashpër se sa ata që bërtasin dhe sulmojnë. Eliona nuk ka kërkuar mëshirë. Nuk ka luajtur viktimën. Ajo ka hyrë në Big Brother Kosova me historinë e saj mbi supe, por edhe me forcën për të mos e kthyer atë histori në justifikim për sjellje negative. Dhe pikërisht kjo e bën figurën e saj të fortë. Fjalët e Edit ishin një kujtesë se forca nuk është gjithmonë zhurmë, dhe se karakteri matet jo kur gjithçka shkon mirë, por kur përballesh me